Grupi parlamentar dorëzoi në SPAK një kallëzim penal për kryeministrin Edi Rama dhe ministrin e Turizmit dhe Kulturës Blendi Gonxha në lidhje me financimin me 4.2 milion euro të koncertit të Kanye West. Partia Demokratike kërkon nga SPAK të hetojë kryeministrin Rama dhe ministrin Gonxha për veprat penale të shpërdorimit të detyrës dhe shkelja e barazisë të pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike. Në kallëzim, Partia Demokratike argumenton se qeveria ka shkelur parashikimet ligjore për përdorimin e fondit të rezervë të buxhetit të shtetit për të mbështetur një koncert privat, duke dëmtuar interesat e ligjshme të shtetit. Gjithashtu, sipas opozitës, qeveria me këtë akt normativ ka shkelur rregullat për lirinë e pjesëmarrjes dhe barazisë së shtetasve në tenderat publik, duke krijuar privilegje të padrejta për këngëtarin Kanye West. Akti normativ për mbështetjen e koncertit të Kanye West është dërguar edhe në gjykatën kushtetuese nga Partia Shqipëria Bëhet.